Samuel Bashdari është pjesë e kampionatit ndërkombëtar të basketbollit 3x3 që po zhvillohet në Shkodër. Samuel, nga basketbolli i madh, po jeni pjesë e Superligës, por edhe kombëtarët e Shqipërisë në një format tjetër. Si ndjeni vetëm? Është më ndryshe, është çejf vetëm, sepse loja është fije më e lirshme edhe thjesht më duket sikur është fije më e lehtë për me lujt individualisht edhe është më çejf, është diçka ndryshe. Çfarë është ndryshe për shembull konkretisht? Atëherë përveç faktit që janë më pak lojtarë në fushë, është edhe loja më e shpejtë, domethënë ka më pak ndalesa. Është fije më shumë më shpejt loja në përgjithësi. Gjithsesi një format i basketbollit po pëlqejt shumë edhe kohët e fundit. Dhe në Shkodër për të 5 vit në radhë, mendoni se është pozitiv edhe për qytetin edhe për mobilitetin? Mendoj që edhe rinia është e pëlqyer shumë sepse ka shumë fonte që janë me pa dhe brezë i ri kanë luajtur edhe ata, thjesht të pa disa ndryshe ata. Konkretisht për ekipin tuaj, si është forma sportive, sa pretendoni ta fitoni këtë trofe? Ne në një ekip i ri po shpresoj për sa më lart, thjesht është eksperiencë në veti që edhe të fitojmë diçka. Ky kampionat ju ka ndeshur edhe me breza më të vjetra, pra edhe me profesorët tuaj, me trajnerët tuaj. Ka një përballje e rinia me përvojën. Është çejf, është një përballje e bukur, por thjesht gjithsesi ata janë më të fortë se sa ne, që ne thjesht përdorim japim maksimumin. Samuel Bashdari, diçka në aspektin personal, jeni 16 vjeç dhe keni mbritur ulmet në këtë moshë, luni në Superligë me Vllaznin, por antar ekipit kombëtar, u 6 mjesë luajtet përpara pak ditësh në Armeni. Mendoni që keni mbritur nivelin e duhur në këtë moshë? Për moment jam i kënaqur, po synoj për më lart gjithmonë, sa më lart aq më mirë. Deri ku mund të shkojë Samuel Bashdari? Ajo thjesht do ta dalloj me kohën. Momentalisht unë thjesht jam duke punu fort e duke mundu për më lart. Ju jeni shtatlar 2-0-2. Dhe gjasat janë që të shkoni edhe diçka më lart. Po, shpresoj. Dhe përpos Vllaznisë në vazhdimsi synimet tuaja? Momentalisht nuk jam i sigurt, por qef kam për kudo që t'jetë më mirë. Ky sezon keni vendosur të jeni pjesë e Vllaznisë? Besoj se po, nuk jam akoma i sigurt. Bashdari, faleminderit. Faleminderit.